Bëhemi gati bashkë për të dalë për darkë. Make-upin do ta bëj si kjo vajza këtu, pra shumë soft dhe roz. Kam nisur të vendos më shumë skin tint se sa concealer, dhe ky i kalit tahet mat, prandaj as nuk përdor shumë setting powder. Shumë pak concealer, vetëm këtu. Bazën e ka shumë glowy, prandaj do përdor këtë të Marios, Skin Enhancer, në shadin light medium, dhe do ta përhap me një fuçe të tillë. Po bëj blend e këtë concealeri, flokët do i rregulloj në fund. Syt janë gjëja kryesore e këtij make-upi. Është një roz shumë e bukur, unë po nis një herë me blushin që përdora çfarë, po i përhap në sy që të kem të njëjtin shade dhe të duken sa më bukur bashkë. Në sipër po i bëj set me këtë ngjyrën këtu. Nuk e mbaj mend nëse ka dixa apo jo këtu në mes. Po shtoj një shimmer që të hapet pak më shumë syri dhe një shimmer më të hapur këtu në fillim të syrit. Do shtoj edhe atë shadin roz këtu poshtë syrit. Do shtoj një highlighter si champagne këtu poshtë shvetullës, një eyeliner kaf këtu në cep të syrit. Të njëjtin shade që përdora atë eyelineri, po vendos dhe këtu në mes që ta lidh më shumë lukun bashkë. Për pikët e kisha të lyera me rimel, po më fshin, prandaj do e riaplikoj. Tani dhe luku duket pak më i theksuar. Okej, syt duken shumë cute. Me që jam për dark, mund të jem edhe pak më ekstra dhe të shtoj xixa te fillimi i syrit. Ky make-upi me një summer dress do ishte akoma më bukur. Edhe sot dua të vesh ndonjë gjë si fustan, po mbaroj me make-upin se atë e gjejmë te video tjetër bashkë. Powder bronzer, një different lip combo, po mendoj të zgjedh diçka pak fare më roz. Mua më pëlqen shumë, më thoni si ju duket, po mendoj që flokët thjesht i mbaj lëshuar. Do të zgjedh veshjen, pastaj të vendos dhe flokët. Shkojnë te pjesa e dytë që të zgjedh dhe veshjen.